Mirë, kthehemi dhe vazhdojmë bisedën tonë me të ftuarit e mi. Indrit, duket që në prill, siç e thatë ju, do ketë zhvillime në kuvendin e ri. Do ketë zgjedhje nga kryetari, sekretari, vetëm kryetari i grupit nuk lëviz. Kryesia, vetëm kryetari i grupit nuk lëviz. Këshilli kombëtar, pastaj në organet e reja që do bëjnë dhe propozimet për kryetarin e ri të grupit, mund të ketë ndryshime. Pra nuk është se janë njerëz që i kanë marrë pozicionet me tapi dhe nuk duhet t'i mbajmë aty apo t'i lëqojmë. Po kryetari i grupit lëviz? Edhe baza po dëgjohet, edhe sugjerimet e bazës po merren për figurat që duhet t'jenë në baza ndërkohë po flet shumë hapur se Partisë Demokratike, po baza voton, pra baza ndryshimin nga baza e presim për t'u bërë. Presides, si duket ulja e toneve të zotit Berisha ndaj SPAK-ut dhe ndaj drejtësisë? Mendoj që është thjesht taktik, nuk besoj se dron, se si thon, ujku qimen e ndron, po zakonin se haron. Kam përshtypjen që është thjesht ndrim taktike, nuk është se ose një strategji e përkohshme. Se e ka parë se duket ai ka qenë prezent edhe kur të hënën, kur doli nga SPAK-u, që bëri atë deklaratën e fuqishme gjoja në mbrojtje të fëmijëve të tij dhe të verifikimit pasurive. Nuk besoj se mund ndryshoj Berisha dhe është thjesht një taktik e përkohshme. Nuk besoj se është vizioni i tij dhe ka ndryshuar Berisha 81 vjeçar tani, mënyrën që ai ka pas gjithmonë që kush merre me Berishën ta denigronte, ta poshtronte, ta fyente publikisht. Kam përshtypjen se punë kohësh do presim që edhe zoti Brau të bashkohet shokëve të tij në fjalorin e Berishës. Ti e ke këtë përshtypje, Indrit? Që Brau do të bashkohet listës sulmeve? Më fal, do të përcjell diçka edhe për zotin Kraja, kur u emëruan fillim, zoti Berisha po të ishte në internet e gjen direkt, tha fjalë shumë të mira. Edhe për zotin Dumani po ashtu. Edhe për zotin Brau po ashtu. Po të shikosh tani se si ka ndryshuar komplet regjistri i fjalorit zotit Berisha kundrejt Krajës dhe Dumanit, do kuptosh shumë që është taktika e tij. I pret gjithë i njëjti fat. Ti Indrit e ke këtë përshtypje? Unë nuk e di ç'a do thot zoti Berisha, se nuk jam zoti Berisha dhe nuk mund do të mendoj me mendjen e tij se çfarë mund të thot për sa i takon kësaj çështje, por unë vazhdoj ti qëndroj mendimin tim që e kam thënë që ditën e parë. Në SPAK ka njerëz me integritet shumë të lartë profesionist, por ka dhe njerëz prokuror të cilët përdoren në mënyrën më të keqe nga kryeministri i vendit Edi Rama. Dhe unë kësaj lloj gjëje nuk i ndryshoj, më duket se isha në ligjërat shumë të drejtë. Jo, nuk e dëgjova unë mirë. Ta përsëris prap. Ta them prap unë. Në SPAK ka njerëz me integritet shumë të lartë që janë prokuror dhe agent BG-s, por ka dhe prokuror të cilët përdoren nga Rama. Po cilë më ndisë ndërkohë SPAK-u e ka bërë copë qeverin? Qovë se nuk e kuptove. SPAK-u e ka bërë copë ndërkohë qeverin? Kë? Qeverin, po jo Ramën. Qeverin. Qeverin. Gjithë me Ramën e kemi në. Se Rama del dhe thot që shko, Rama ka një strategji dhe ne kemi paktën në zhvillimet e fundit. Të dy kanë strategji, po tjetër. Del, bën sigur e godet SPAK-un, i thot vetëve unë po ju mbroj dhe mbas një muaj i lëshon si koka turgu ke SPAK-u. Problemi është, po pse gjithë ta pas ka ngrënë dardha, moll, kumlla, vetëm shoku e nverës DJ, bën me meti në kokë të vetë të gjitha gjërat. Kështu që edhe të ashti, kështu po na del Rama. Atëhere, SPAK-u shkoj, ta marri kryeministrin, se ka afera shumë mëdha korruptive, të merret i panderur atje, minimalisht për çështje që mund të ketë dieni. Duhet ishte thirrur paktën një herë në SPAK. Prokurorët që kanë marrë në hetim opozitën janë të mirë dhe prokurorët që kanë marrë në hetim qeverin janë të këqija apo janë të mirë? Nuk ndajnë njerëzit në të bardhët zi. Jo, unë pyes, çfarë shtëpie keni atëra pyetja ime është? Çfarë shtëpie keni ju për prokurorët që kanë hetuar çështjet e opozitës? Unë jam apo ta them unë. Ta thash edhe për çështjen time ku unë bëj pjesë, ta dhash mendimin për prokurorin, por kjo nuk do të thotë që unë mund të kem të njëjtin mendim për agjentët e BK-s që janë në varësinë e këtij prokurorit për të njëjtën çështje. Ai mund të jetë një profesionist shumë i zoti, e kaluara e tij është ajo e kaluar që për mua në rastin konkret është ky prokuror që ka Cili është kriteri i varësimit të prokurorit? Në rastin konkret është ky prokuror dhe prokurorët
dhe çdo njeri që ka lidhje me sistemin e kaluar për mua nuk duhet jetë fare në sistemin e drejtësisë në Shqipëri, por kjo nuk mund mos ta bëj atë një prokuror